Përshëndetje shikues të Monitor, jemi në një episod të ri të podcastit ton Business Plus. Afërsisht një vit më parë nisi aplikimi i një pakete masash të Bankës së Shqipërisë që tentonin të ngadalësonin ritmet e shpejta të rritjes së kredive për shtëpi. Për të folur rreth efekteve që kanë dhënë deri tani këto masa në tregun e këtij produkti, kemi të ftuar në podcastin ton zonjën Iva Ikonomi, drejtore e departamentit të kredive për individ në Bankën e Parë të Investimeve Shqipëri, FIBank. Përshëndetje Iva, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Çfarë efektesh kanë dhënë deri tani masat kufizuese të Bankës së Shqipërisë në tregun e kredisë për shtëpi? Atëherë masat kufizuese që u ndërmorën nga Banka e Shqipërisë të mes të vitit 2025, sigurisht që patën një ndikim në tregun e pasurive të paluajshme, sidomos nga ato që financoheshin me kredi, tek banesa që financoheshin me kredi hipotekore. Masat që u ndërmorën ishin kryesisht në kufizimin e të ardhurave, që do të shkonin për mbulimin e kosteve të kredisë, por njëkohësisht dhe një detyrim për të patur çdo blerës një pjesëmarrje në blerjen e një prone. Këto masa u morën në një moment që tregu imobiliar ishte vërtet i nxehtë, çmimet e apartamenteve ishin rritur shumë, por njëkohësisht edhe çmimet një kërkesa e kredisë për banesë ishte rritur ndjeshëm. Synimi ishte i qartë, ishte për të ruajtur një kreditim sa më të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm për të dyja, edhe për bankën, por edhe për huamarrësin. Në një afat shkurtër, normal që ajo pati një efekt modifikues, le të themi, në aktivitetin kreditues, sepse ishin klientë të cilët klasifikoheshin për një shumë më të vogël ose e shtynin vendimarrjen e blerjes një prone derisa të bëjë mbledhja e pjesëmarrjes së tyre, që kontributi që do duhet për të bërë blerjen e pronës. Por mendoj që në një afat të gjatë efekti i këtyre masave është vërtet pozitiv, sepse reduktimi i rreziqeve që vijnë nga mbigarkimi me borxhe apo i rreziqeve financiare që vijnë si rrjedhoj e këtij mbikreditimi, por njëkohësisht dhe ruajtja e një portofoli, cilësisë portofoli të kredisë hipotekore, mendoj që janë kontribues shumë të mirë për të patur një sistem bankar të qëndrueshëm, por mbi të gjitha një treg pasurie të paluajshme të shëndetshme në Shqipëri. Në fakt, të dhënat e tremujorit të parë të këtij viti dhe në përgjithësi ecuria e tregut deri në këtë moment që po flasim kanë treguar një lloj ngadalësimi të ritmeve të huadhënies për blerjen e banesave, pra nuk jemi më në ato ritmet e vitit kaluar. Cilat kanë qenë faktorët kryesorë që kanë ndikuar këtë ngadalësim? Po, është vërtet që në tremujorin e parë të këtij viti pati një ngadalësim të kërkesës për kredi për banesa. Kjo ka ardhur nga një kombinim faktorësh ekonomik, faktorësh bankar, të zhvillimit të tregut të pasurive të paluajshme, por edhe ndryshime demografike. Them faktor ekonomik sepse në momentin e rritjes së çmimeve dhe të shtrëngimit të banesave u shtrënguan në atë lloj nivel sa ishte vërtet e papërballueshme nga shumë familje për të bërë blerje të një pasurie. Nga ana tjetër ishin bankat, ato që u treguan vërtet të shumë të kujdesshme si në selektimin e blerësve, preferuar masave kufizuese që ndërmori Banka e Shqipërisë, duke respektuar ato raporte që i përmendëm dhe pak më lart, por njëkohësisht duke kontrolluar me shumë kujdes që në strikt edhe në dokumentat e të ardhurave. Shtrëngimi i çmimeve bëri dhe krijoi një lloj perceptimi për një mbivlerësim të tregut të pasurive të paluajshme. Dhe kjo duam e bëri si bankat edhe huamarrësit për të qenë vërtet kujdesshëm që në atë lloj momenti të ndërmerrin hapa investimi, blerje pasurie të paluajshme ku çmimi i tyre ishte në pikun e vet. Më kujtohet që dhe në fillim të vitit njëkohësisht një nga arsyet që ndoshta e krijoi deri diku një lloj ngërçi tek tregu imobiliar dhe tregu bankar ishte dhe vonesa që pati në zbatimin e ligjit për rivlerësimin e pronave. Janë dhe të rinjt të cilët duan që të largohen, duan që të krijojnë eksperjencat, të studiojnë, të krijojnë eksperjencat e tyre të punës jashtë dhe ndoshta ata e bëjnë dhe shtyrjen e vendimit për të blerë një pasuri të paluajshme këtu në një moment të mëvonshëm.
Pra mund të them që janë shumë arsye dhe shumë faktorë që kanë ndikuar në shtrëngimin në ngadalësimin e kërkesës për blerje banese, por mund të them që jemi drejt normalizimit të tregut pas një rritje të vrullshme që pati në vitet e fundit. Kështu që mund ta themi me fjalë se vetë tregu i pasurive të paluajtshme besoj po kalon në një fazë maturiteti të saj. Cila është tipologjia e huamarrësve që kërkojnë kredi pranë bankave për blerje në një banese? Tipologjia e huamarrësve në vitet e fundit është bërë më e larmishme. Në 10 vitet e fundit kemi patur një trend për kërkesë për blerje banese për të jetuar dhe tani shohim që ka një trend rritjes blerje banesesh për shtëpi të dytë apo për investime. Do t'i grupoja në 4 grupe. Janë ata blerësi që blejnë më banesë për të jetuar dhe kryesisht janë çiftet e reja, familje të reja. Janë tepër sensitiv ndaj normës interesi, ndaj çmimeve, kërkojnë një maturitet kredie sa më të gjatë dhe kosti është drejt për së drejt i lidhur me të ardhurën e tyre mujore. Grupi i dytë janë ata klientë të cilët blejnë për investime, për t'i dhënë me qerafa gjatë, me Airbnb, ose ndoshta edhe për t'i rishitur ato në një moment tjetër të mëparshëm kur ka një rritje të çmimit të banesës. Zakonisht është një grup që gjithmonë ka ato kursimet e tyre, janë me të ardhura nga biznesi, por gjithmonë bëjnë kombinimin kursim dhe financim bankar. Tek grupi i tretë janë grupi i atyre individëve, klientëve që blejnë që pas pandemisë pati një rritje të theksuar që blejnë në shtëpi të dytë. Kryesisht janë klientë individ që kanë të ardhura të larta, janë emigrant, janë profesionistë të cilët blejnë shtëpi në Bregdet, shtëpi pushimi ose shtëpi për fëmijët e tyre. Dhe target grupi i fundit që do bëja klasifikim ku do të fusja huamarrësit, të cilët në kohë të fundit në tregun e pasurive të paluajtshme ka një rritje të kërkesës nga ana e tyre për të investuar në Shqipëri, janë emigrantët dhe të huajt. Rritja e tyre ka kërkesë më të lartë për blerje në zonat bregdektare, kur edhe kthimi nga investimi normalisht ka nivele më të larta dhe më të pëlqyeshme, më atraktive nga ana e tyre. Janë me të ardhura karakteristike këtij grupi janë me të ardhura më të larta se mesatarja vendese dhe gjithmonë kanë një pjesë kursimi ose pjesëmarrje e tyre dhe të ardhurat janë vërtet të mira. Dhe le të themi është një target group i edukuar financiarisht, duke qenë se kanë dhe shumë vite që jetojnë jashtë vendit. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë ishte që 1 në 5 apartamente blihen pikërisht nga kjo kategori klientësh. Mund të them që bankat luajnë një rol vërtet të rëndësishëm përmes financimit hipotekor dhe Fibank është ndër bankat e vetme që suporton kërkesën e klientëve të huaj ose dhe emigrantëve nga diaspora që dëshirojnë të blejnë prona, që kryesisht ata i blejnë për investim, i blejnë për familjarët e tyre ose i blejnë për ta patur një shtëpi në një moment të ardhshëm që mund të mendojnë për të kthyer në atë. Kushtet janë tepër lehtësuese, duke u ofruar mundësinë që të financohen deri në 85% të vlerës së kolateralit me një afat maturiteti të lartë, duke ofruar dhe kushte tepër lehtësuese mos kërkimin e një garantori në Shqipëri apo dhe dokumenta, lehtësi në kërkimin e dokumentave që ju kërkojmë. Përveç këtyre, duke qenë se kërkesa e kësaj kategorie klientësh ka qenë më e lartë në zonat bregdetare, Fibank mundëson edhe financimin në projekte të cilat janë fazë përfundimtare por ende të paregjistruara në bazë të një marrëveshje që ka vetë banka me firmat e ndërtimit pas një vlerësimi që është bërë dhe financiar ligjor vetë i kompanive dhe i projekteve për të cilët është rënë dakord që ne të jemi pjesë e këtij suporti. Cilat janë pritshmëritë tuaja lidhur me çurinë e çmimeve në tregun e pasurive të paluajtshme dhe a besoni se ekzistojnë rreziqe të shtuara për sektorin bankar nga ekspozimi në rritje në këtë treg? Këtë vit, tregu i pasurive të paluajtshme ka shfaqur shenja maturiteti dhe stabiliteti krahasuar me rritjen e çmimeve të vrullshme dhe drastike që pati në vitet e fundit. Ndoshta e vështirë për të thënë se si do të jetë çuria e çmimeve, por mendoj që tendenca aktuale tregon për një ritëm rritje të moderuar.
Ndoshta mendoj që nuk do të ketë një korrigjim të fortë të tregut ose një boom të ri, por mendoj që do të jetë një treg i normalizuar me tone të qëndrueshme dhe stabil. Zona bregdetare mendoj që do të jetë segmenti më dinamik i tregut, i mbështetur nga turizmi, por njëkohësisht dhe kërkesat e të huajve dhe të emigranteve. Dhe çmimet në zonat bregdetare vazhdon të jenë konkurruese dhe atraktive, krahasuar edhe me rajonin Kroaci, Malizi, Greqi, dhe gjithashtu mbetet edhe kthimi nga investimi në këto zona është i lartë dhe vazhdon të jetë një nga arsyet që tërheq të huajt dhe emigrantët për të investuar pikërisht në këto zona. Nga këndvështrimi bankar, fokusi kryesor mbetet ruajtja e stabilitetit financiar, masat e kufizuese që u ndërmorën nga Banka e Shqipërisë ndihmojnë në kontrollin e rreziqeve, por njëkohësisht mbështetin dhe një kreditim të përgjegjshëm. Ajo po vërejmë në 2 vitet e fundit, sidomos është një konkurrencë e shtuar në tregun bankar edhe në produktet e kredisë konsumatore. Pra ka norma tërheqëse interesi, po ka më shumë fleksibilitet edhe në kushtet jo çmime, sidomos në shumën maksimale të financimit pa kërkuar kolateral. Besoni që ndoshta ajo mbinxehja pak e tregut të kredisë për shtëpi dhe masat kufizuese të vendosura nga Banka e Shqipërisë po e zhvendosin disi fokusin e bankave tregtare drejt produkteve të kredisë konsumatore, kur flasim për financimin e individëve gjithmonë. Po, është e vërtet që kredia konsumatore ka shfaqur një trend rritës në periudhën e fundit. Mendoj që kjo rritje është shkaktuar nga kushtet lehtësuese të kredisë konsumatore, ku afati maksimal ka shkuar 10 vjet, shuma maksimale deri në 4 milion lek, duke bërë një alternativë të shpejtë dhe të lehtë për individin, dhe referuar dhe shumës është një oportunitet shumë i mirë për klientët për të plotësuar nevojat e tyre. Kredia konsumatore zakonisht merret për mobilime, për rinovime. Nuk mendoj që shtrëngimi i kreditimit hipotekor domosdoshmërisht do të krijonte një rritje të kredisë konsumatore, sepse kredia hipotekore nuk mund të zvendësohet nga kredia konsumatore. Ka afat më të shkurtër, shuma më e vogël, por njëkohësisht ka dhe një kosto të lartë financimi. Kështu që mendoj që rritja e kreditimit konsumator është më tepër e lidhur me rritjen e një konsumi familjar, ndoshta edhe me strategjitë e bankave në segmentin retail, sesa mendoj që ka ardhur nga ndryshimet e rregullave të kreditimit hipotekar. Rritja e inflacionit në muajt e parë të këtij viti ka forcuar disi pritshmëri për rritjen e normave të interesit. Në parantez, Banka Qendrore Europiane e ndërmori një lëvizje të tillë. Në Shqipëri inflacioni ka arritur objektivin prej 3%, ndaj nuk mund përjashtohet që edhe Banka e Shqipërisë të ndërmarrë një lëvizje të ngjashme muajt në vazhdim. Nga këndvështrimi juaj, çfarë ndikimi mund të ketë inflacioni më i lartë dhe një rritje e mundshme e normave të interesit në tregun e kredisë për individ dhe kryesisht e kredia për shtëpi? Perspektiva e kreditimit mbetet të jetë pozitive, e shoqëruar nga një normë inflacioni e kontrolluar dhe norma interesit të qëndrueshme. Dhe vetë Banka e Shqipërisë në publikimin e politikës monetare të muajve të fundit ka mbajtur të pandryshuar normën bazë të interesit dhe gjithmonë mundohet për ta mbajtur sa më afër objektivit normën e inflacionit, pavarësisht ndikimeve që ka patur së fundmi nga zhvillimet gjeopolitike apo ndërkombëtare. Përveç kësaj, mendoj që dhe kushtet e paposhme në tregun e punës, rritja e punësimit e pagave kanë krijuar një klimë të mirë për të rritur forcën blerëse të familjeve, duke automatikisht rritur dhe kërkesën për kreditim. Kështu që mendoj që kreditimi do vazhdojë të jetë në një trend pozitiv rritës, por sërish faktor kyç i pasigurisë ngelet të jetë zhvillimet ndërkombëtare, të cilat janë në të parashikueshme. Zëri Ekonomi, ju faleminderit për pranimin në podcastin tonë dhe që ndat mendimet tuaja me ne. Ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi pjesëmarrja ime në këtë podcast. Faleminderit.